Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim shtetasin me iniciale AT i akuzuar për veprën penale mashtrimi kryer më shumë se një herë. Sipas organit të akuzës, hetimet janë zhvilluar në kuadër të procedimit penal të vitit 2024, ku ka rezultuar se i pandehurin në cilësinë administratorit të një shoqërie tregtare që operonte në fushën e trajnimeve dhe ndërmjetësimit për studime jashtë vendit, dyshohet e këtë mashtruar në mënyrë të përsëritur disa shtetas të huaj. Nga të dhënat hetimore mësohet se ai ka përfituar shuma të konsiderueshme monetare, duke u premtuar klientëve procedura aplikimi dhe programe studimi në institucione të huaj arsimore. Megjithatë, sipas prokurorisë, në shumë raste këto shërbime nuk janë realizuar sipas marrëveshjeve të lidhura ose janë ofruar vetëm pjesërisht, duke u shkaktuar dëme pasurore personave të përfshirë. Hetimet kanë dokumentuar disa raste konkrete pagesash të kryera nga shtetas të huaj, të cilët pasi kanë derdhur shumat e kërkuara, nuk kanë përfituar shërbimet e premtuara duke mbetur pas zgjidhje për procesin e studimit jashtë vendit. Prokuroria e Shkodrës thekson se mbetet e angazhuar në mbrojtjen e interesave pasurore të qytetarëve dhe në ndjekjen penale të çdo rasti mashtrimi apo abuzimi me besimin e tyre, veçanërisht në sektor të ndjeshëm si ai arsimit dhe ndërmjetësimit për studime jashtë vendit. Ndërkohë, autoritetet i bëjnë thirrje qytetarëve vendas dhe të huaj që të tregojnë kujdes në përzgjedhjen e subjekteve që ofrojnë shërbime të tilla, si dhe të verifikojnë besueshmërinë e tyre. Çështja e tashme i kalon për shqyrtim gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, e cila do të vendosë mbi bazueshmërinë e akuzave dhe përgjegjësinë penale të pandehurit.